cilat janë gabimet më të shpeshta gjetuar që po ndodhin ose që po bën në projektimin e ndërtesave kolektive edhe në ndërtesat banesore në përgjithësi? Mendoj që gabimet më të shpeshta janë gabimet funksionale, po fatkeqësisht janë edhe gabimet strukturale. Shohim shumë objekte të cilat janë pa traje, ndërtohen shpejt me pllakat holla, me shtylla jo proporcionale, shihen në dimensionimin e tyre që nuk janë proporcionale në raport me lartësinë. Mendoj që kjo temë është shumë e ndjeshme dhe duhet një reagim institucional. Institucionet duhet ta krijojnë një mekanizëm për analizimin e strukturës së objekteve. Përndryshe Kosova mundet me qenë një fatkeqësi ndërkombëtare në një tërmet ndoshta edhe jo të shkollës shumë të madhe. Sot do të flasim për arkitekturën e gjelbërt, arkitekturën e qëndrueshme, por jo në kuptimin teorik, por në kuptimin praktik, se si restaurohet, si riciklohet, si përdoren materiale të qëndrueshme e shumë tema të tjera sot së bashku me një arkitekt relativisht të ri, por mjaft të suksesshëm në skenën e fushës së arkitekturës këtu në Kosovë dhe në të gjitha trojet shqiptare. Ky personalitet sot që e kam në këtë podcast, po ashtu është një mbështetës edhe antar i Këshillit të Ndërtimit të Gjelbërt, si një vlerë e shtuar e këtij Këshilli të Gjelbërt. Me mua dhe me ju sot është Gjetuar Besimi, mirë se na erdhe Gjetuar në podcastin tonë. Mirë se u gjeta Farush, faleminderit shumë për ftesën. Ju përgëzoj për këtë iniciativë që e bënin në këtë fushë, me të vërtetë ka pas nevojë. Organizime të tilla, emisione, podcastet kësaj natyre. Shumë faleminderit që ju përgjigje ftesës, pa pritesë. Me kënaqësi. Normal sot ka më konë temë, kena me bisedu, me diskutu kështu si në tavolinë, ma qysh flasë, me shlirë, pa barjera rreth fushës së arkitekturës qëndrueshme, Gjelbërt, eksperiencës tone në shumë projekte që ke realizu, të fushave të ndryshme, banesore, spitalore, gjithashtu edhe në planifikim urban ki një eksperiencë mjaft të mirë, kështu që sot do të flasë me shlirë rreth këtyre tema. A mund është për shikues ata që na përcjellin ose që na dëgjojnë pika shkurta, kush është Gjetuar Besimi, kur ki fillu studime, çysh lidhet krejt kjo karriera jote në pika shkurta? Realisht rrugtimi im është një ndërturje ndërmjet aspektit praktik dhe aspektit akademik. Në aspektin akademik kam filluar studimet në vitin 2010 në Tiranë dhe kam përfunduar magjistraturën në arkitekturë dhe urbanizëm në vitin 2015, por realisht përvoja ime nuk rrjedh vetëm nga fillimi i studimeve, pasi që si trashëgimi familjare kemi pas ndërtimin prej 37 vitesh, prind jenë marrë me këtë fushë. 37 vite. Dhe si i ri dhe para studimeve jemi konë të interesuar në këtë pikë, dhe pastaj kur kemi shkuar në universitet kemi pas më atlet me i kuptu leksionet, për shkak se kemi ndërlidh gjithmonë me atë pjesën praktike që e kemi pas gjithë jetën. Shumë bukur, shumë interesant. Masi vini prej një familje ku me të vërtet me traditë ndërtim, sa është sfiduese sot me ndërthur atë eksperiencën tone, atë mendësinë tradicionale të ndërtimit, projektimit, tash, sa ke arriti me zhvillu në kuptimin e evolimit të materialeve, të arkitekturës, ndërtimit në përgjithësi, sa po arrin tash me koncipu këtë dijen tone me gjitha traditë që e ke pas vete? Realisht sfida është të marrësh përvojën praktike dhe ta ndërthurësh me nevojat e sotshme. Do të thotë përvojën nga familja unë e konsideroj si një themel shumë të rëndësishëm, mbi të cilin pastaj na duhet të adaptojmë mënyrën e projektimit të ndërtimit me nevojat e kohës, me nevojat bashkëkohore, me aspektin tani më të eficiencës energjisë, dizajnit avancuar dhe nevojat cilat janë sot. Mirë, padyshim që përvoja praktike edhe trashëgimia familjare në ndërtimtari është një themel i jashtëzakonshëm që ka ndikuar në forcimin tim realisht. Gjetuar, a ka pas ndonjëherë ndonjë moment kur ti ke thonë deri tash ka funksionu kështu, po mas tashtit du me ndrru një qasje, du me pru një qasje më të mirë, më të re në fushën e projektimit, në fushën e ndërtimit, tu bazu krejt në atë eksperiencën tonë që thua merret edhe si tradit, por edhe si edukim, si shkollim që i ke pas fushën e arkitekturës, fushën e urbanizmit, dhe tani pra ka momenti që Gjetuar i milon gjurmë të veta në fushën e arkitekturës, sidomos në qytetin e Prizrenit prej edhe ku vjen ti Gjetuar, apo? Realisht po kaosin urbanistik në cilin edhe gjendemi,
Është një moment ku ne pas studimeve vlerësojmë nëse dëshirojmë me vazhdu me bo metra katror, në këtë rast me dëmtu qytetin ose nëse dëshirojmë me bo vlera. Të ndërtosh edhe të bësh arkitekturë mendoj që janë dy gjëra krejt kundërta. Unë pasi kam përfunduar studimet, kam vendosur me kriju vlera dhe me kriju projekte të qëndrueshme. Sepse një projekt i qëndrueshëm nuk do të thotë ta japësh një shërbim edhe atë projekt mund ta bartësh nga një parcel ku do të përshtatet një parcel tjetër, mirë po mendoj që secili projekt duhet të studiohet mirë, të jetë i përshtatshëm për truallin, do të thotë parcelën në cilën projektohet edhe do të thotë padyshim që në këtë kontekst kemi menduar me dhënë kontributin tonë. Sidomos termi arkitekturë qëndrueshme nënkupton këtë vlerësimin, mas pari me bë analizën e lokacionit, ku po vendoset objekti, çish po orientohet në hapësirë, në kuptimin e orientimit me diellin e tjera, edhe shumë parametra tjerë që e nënkuptojnë arkitekturën e qëndrueshme. Çfarë po ta merr mendja në Kosovë, termi i gjelbër, e ki po shpesh na përdor reklama e qesin, e kom bo arkitekturë gjelbër, ja qet do gjelbërim për mi atje, fasadën 3D me gjelbërim. Që ta merr mendja, ku jena na në këtë fazën sa i përket arkitekturës së qëndrueshme, arkitekturës gjelbër? Apo po përdoret vetë si marketing, është projekti gjelbër? Në Kosovë mendoj që jemi diku në mes të dëshirës së mirë dhe zbatimit real. Arkitektura gjelbërt padyshim që nuk është nëse kemi një objekt me disa pemë, me një panel solar diku apo me ngjyrë gjelbërt. Arkitektura qëndrueshme, arkitektura gjelbërt do të thotë shumë saz. Domethënë që nga fillimi se kur e bëjmë konceptin e projektit, mënyra se si e vendosim atë në parcel, komunikimi i objektit tonë me objektet përreth, pozicionimi, diellëzimi, aerosja, do të thotë drita natyrale, ventilimi natyral, e janë shumë elemente të tjera të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme në këtë rast. Në Kosovë realisht është diçka, një temë relativisht e re, për cilën edhe ju përgëzoj juve që keni këto iniciativa për vetëdijsimin e ndërtuesve, në këtë rast edhe studentëve dhe personave që na ndjekin në këtë podcast. Është një temë e cila është shumë e rëndësishme. Është e ardhmja gjithë Padyshim që është e ardhmja në Kosovë. Fushës arkitekturës, ndërtimit, ekonomisë, aspektit social, gjitha këto aspekteve. Ne duhet të analizojmë se çfarë borxhi pjalojmë natyrës në aspektin kur ne projektojmë dhe kur ne ndërtojmë. Nëse projektojmë objekte dhe ndërtojmë objekte të cilat shpenzojnë shumë energji, janë të paorganizuar mirë, nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm, unë mendoj se ato kanë më kriju borë. Dhe në këtë aspekt ne duhet me dhënë kontributin tonë gjatë fazës projektimit dhe me tentuar me i bindë sa më shumë investitor që me orientu në arkitekturë gjelbërt dhe qëndrueshme. Shumë bukur. Te projektet e tua, ku më shumë fokusohesh kur fillon mi marrë këto mosat e qëndrueshmërisë? I përmendë disa pika, po më intereson te aspekti i gjelbër, sustainable, në projektet e tua, ku fokusohesh më tepër? Kur flasim për sustainable, jo domosdoshmërisht është përdorimi i materialeve të shtrejta ose përdorimi i materialeve si është termoizolimi në këtë rast. Unë mendoj që arkitektura gjelbërt është një proces shumë më i gjatë se aq. Arkitektura gjelbërt, siç e thash më parë, ka të bëj fillimisht në fazën fillestare të projektimit, kur është shtjellimi dhe pozicionimi i formës, i volumit të objektit. Nëse ne e bëjmë një shtrirje adekuate në këndin e duhur të diellit, në mënyrën e duhur të aerosjes së nevojshme, dhe në ato raste ne padyshim që e kemi nisë në rrugën e duhur. Pastaj padyshim që edhe materialet e kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, po ajo është një fazë më vonshme e cila duhet të trajtohet domosdoshmërisht. Pra në këtë kontekst mendoj që kur e fillojmë projektin duhet ta kemi idenë e konceptit se si të shtrihet objekti e më pas të i përgjigjellim materialet eko-materialet e qëndrueshme, termoizolimi padyshim, panelet solare, gjelbërimi të inkuadrohet sa më shumë, hapësirat të shfrytëzohen sa më mirë, edhe të kemi edhe projekt funksional, edhe projekt eficient në aspektin e energjisë, po padyshim edhe projekt estetik. Sepse gjithmonë arkitektura gjelbërt edhe kjo mendësi pastaj që është e padiskutueshme që jep një produkt edhe të bukur në aspektin vizual. Bashkëtesa që thonë që proklamohet bashkëtesa ose lidhja me natyrën. Cili ju ka ndonjë projekti që e ke ndjekur se po bën diçka ndryshe nga praktika e zakonshme në Kosovë që i kena bëna projektet me ato metodat nështë të bëdha ma klasike, edhe ty
ty si tash e kinë memori që për i me tash për baja të hopin e duhur, cili është ai projekti ku i thonë që tash unë e pe apat kontributin tem profesional edhe po e loni gjurmë në fushën e arkitekturës. Realisht një nga projekte që kemi vlerësuar se po bëjmë diçka ndryshe është projektimi dhe ndërtimi i spitalit Aloka. Bashkë me ekipën projektuese kemi në Prizren, është projektuar një kompleks spitalor nga ne dhe që nga fillimi kemi pas një ide që të bëjmë diçka ndryshe në objektet shëndetësore. Jemi të vetëdijshëm që shpesh na ka ndodhur edhe neve kur shkojmë në spital që e kemi një ndjesi frike dhe jo vetëm në aspektin e frikës që kemi me shku me u trajtu, po edhe kur ta shohim spitalin në aspektin vizual e kemi një bindje. Unë si kom hi, ajo era spitalit gjithmonë më ka rëzohë. Era spitalit, forma e drejtë, korridorët e gjata ndikojnë negativisht në psikologjinë e pacientit. Në këtë rast jemi munduar me bëni një projekt i cili e bën pacientin të përjetojë ndryshe hapësirën. Muni ma mirë në atë ambient, jo mu frigu. Absolutisht, po forma e spitalit në këtë rast është një formë hardcore me korridore jo të drejta, klasike siç i kanë spitalet. Kemi parapor në interior fidane me gjelbrim, një ujëvar me ujë, korridore më miqësore, ambient më ndryshe ku nëpërmes atij ambienti mendoj që pacientët mund të e përjetojnë më ndryshe hapësirën. Mendoj që kjo ka të bëj jashtëzakonisht shumë me aspektin psikologjik, se si e përjetojmë ne hapësirën. Gjetuar e di që e kini eksperiencë të madhe në fushën e projektimit edhe ki punë me komuna, me ligjet e ndërtimit. So qojnë pesh këto dokumentet e planifikimit hapësinor, plani zhvillimor urban, këto hartat zonale, PZK, PZU që i themi ne, planet rregulluese, gjitha në përgjithësi planet hapësinore. Qa kishin ndryshuti në këto politikat e këtyne planeve dhe a përfshin aspektet e qëndrueshmërisë këto plane si hartat zonale të gjitha? Realisht, dokumentet e planifikimit hapësinor si që janë planet rregulluese, në këtë rast plani zhvillimor, planet rregulluese, harta zonale, në qoftë se nuk e shtyn arkitekturën e qëndrueshme dhe arkitekturën e gjelbërt, ato po e pengojnë atë, sepse ato nuk mund me qëndru në mënyrë neutrale. Shpeshherë është në vullnetin e inxhinierëve apo arkitektëve të bëjnë një projekt i cili ka tipare të arkitekturës gjelbërt, por mendoj që është shumë e rëndësishme në momentin kur ato dokumente planifikimit hapësinor realizohen, kriteret të përcaktohen, jo diku në një paragraf sa me thonë që është folë për arkitekturën e qëndrueshme, por mendoj që duhet të jenë kritere në fillim të dokumentacionit dhe të jenë kushte të cilat nuk janë të negociueshme, pra nuk duhet të mbeten në vullnetin e një arkitekti me idenë që ta implementojë arkitekturën e qëndrueshme, por duhet të jetë kushti pa diskutueshëm. Mendoj që këtu fillon problemi. Plani zhvillimor komunal, harta zonale, planet e hollësishme rregulluese duhet të trajtohen në atë mënyrë për të rregulluar situatën urbanistike në qytet, për të menaxhuar jo vetëm parcelën, por për të menaxhuar bllokun urban. Fatkeqësisht shpesh herë në dokumentet e planifikimit hapësinor jemi dëshmitar që kemi të përcaktuar koeficientin, indeksin e shfrytëzimit parceles, disa kritere të distanca, por unë mendoj që ne nuk duhet me po vetëm parcelen. Ne duhet me analizu se qysh ne mujmë me menaxhu bllokun që objekti jonë mos me ra ndesh me objektin tjetër. Do thotë nuk duhet me po vetëm parcelen tonë edhe objektin tonë. Duhet me pas kriter se si shtrihet komplet bloku urban. Pastaj vija rregulluese, përqindja e indeksi shfrytëzimit parceles, sa më i vogël që është, padyshim që aq më shumë hapësira gjelbërt ta kena me pas. Këto janë disa kritere që pastaj rrjedhin edhe zhvillohen në bazë diskutimeve publike, por që mendoj që mundësia për me zhvillu dhe për me mbrojtë territorin në mënyra më e mirë është nëpërmes dokumenteve planifikimit hapësinor. Unë e di pi përvojës me projekte me ndërkombëtar ku kemi pas me i përcaktu disa lokacione për burime të ripërtritshme të energjisë BRE. Krejt ato projekte janë bloku sepse në planet zhvillimore komunale nuk janë qenë përcaktuara zonat se ku kanë mu vendos, ku janë tokat kategorisë 4 përpjet për mi vendos solar, panelet solare, ose ato me energji me erë. Është e vërtetë. Kanë me peng shumë projekte, vetëm se nuk janë para pa me kohë se ku do të vendosin burimet e ripërtritshme të energjisë, mungesë të planeve zhvillimore. Planet zhvillimore në umbrella e të gjitha dokumenteve planifikimit hapësinor.
Pra, plani zhvillimor i Kosovës, më pas janë planet zhvillimore komunale, pastaj lëshohen harta zonale, planet e rëndësishme rregulluese. Fatkeqësisht shumë komuna janë vonu në hartimin e planeve zhvillimore dhe hartave zonale. Vonesa në këtë aspekt pastaj ka kriju edhe probleme për shembull siç e thani unë, sepse sikur ato të kishin qenë të trajtuara dhe të miratuara, të votuara me ku, padyshim që ato do të kishin pas ato gjonat parapome, sepse ju do të kishit marrë pjesë në diskutime publike dhe do të kishin bërë kërkesat e juaja. Mirë po shpesh herë hasim në plane zhvillimore ma fat skadum, të cilat janë në proces të hartimit, janë të birokraci derisa të jenë fuqi, të cilat pastaj ndikojnë drejt për drejt edhe në investitor. Për shembull, ju e përmendet energjinë e ripërtërishme. Është fatkeqësi sot me pengu investimin në energji të ripërtërishme për shkak disa problemeve teknike që s'ka mujt me hinë fuqi një plan zhvillimor. Në këtë rast, me pas mungesë të energjisë elektrike atë sa duhet Kosova me ble energjinë nga jashtë, e qytetarët me pagu rrymën ma shtrejt. Pikërisht. Ja sa rëndësishme është pra një dokument i planifikimit drejt për drejt edhe të jeta dhe të gjepi i qytetarit në këtë rast. Para 6-7 vjetë, 8 vjetë, as nuk është fol bile për burimet ripërtërishme të energjisë në këto planet. Nashta u fol shkurt, por nuk janë trajtu tamam që është duhet. Shumë e vërtet. Gëtar qysh e shef ti Kosovën në të ardhmen të afërm ose zhvillimin arkitekturën në kontekstin vertikal, apo me një arkitekturë më të shtrine, që më të zgjerume, ku në kuptimin negativ të edhin edhe në universitetet qushmi si urban sprawl, shtrirja e pakontrolluar e qyteteve. Qysh e shef ti Kosovën, qytetet e Kosovës, po thamë për pjesë zonat rurale, po për zonat urbane, si model me vertikalitet apo të shtrim atëpër? Realisht, qytetet horizontale konsumojnë tokë. Padyshim që mendoj që qytetet duhet jenë më të larta në aspektin vertikal, duke lënë sa më shumë hapësirë, do të thotë për qytetarë dhe për hapësirat e gjelbërta, është shumë e rëndësishme ta kufizojmë dhe ta zvoglojmë shfrytëzimin e parceles nga shputa e objektit. Sa ma vogël që është shputa, aq ma shumë hapësirë do të ketë qytetari, hapësirat gjelbërta, dhe pse të mos ta lejojmë në aspektin vertikal. Mirë, po kjo nuk duhet në kuptohet në të gjitha hapësirat jetë një gjë e tillë, sepse ka raste kur jemi afër zonave veçanta, ose për shembull raste kur kemi raste kur jemi afër zonave të mbrojtura të trashëgimisë kulturore. Në këtë rast duhet të jetë një shkallëzim gradual, një buffer zone deri në krijimin e një distance caktuar për me mujt me kriju objekte më të larta. Po besoj shumë që do të thotë ngritja në vertikalitet dhe zvoglimi i objekteve në aspektin e shtrirjes kish më ndiku pozitivisht qytetarët, gjithmonë duke respektuar edhe normat e parkingut, sepse edhe objekti nëse nuk ka parking, pastaj veturat e ngarkojnë hapësirën për rreth. Kufizimi i parkingut do të thotë në bazë të numrit të njësive banesore se sa i ka një objekt, me rrit sasinë e parkingjeve si kriter në dokumentet e planifikimit, zvoglimi i shputës së objekteve, unë mendoj që nuk ish pas asnjë problem me leju vertikalitetin në zonat të caktuara, jo gjithmonë në po dhe ashtu Kosova ka shumë pak toka, po. Absolutisht po. Kemi sipërfaqe të vogël me rujt edhe shtrirja pa kontroll, padyshim që konsumon tokën edhe dëmton ambientin. Ajo termi urban sprawl që e përmend, domethënë shtrirje pa kontrolluar ku po nxinen tokat bujqësore me shtëpia, mungon infrastruktura, sillin probleme të shumta. Po unë kisha dash me dalë te ndonjë rast që e ki pas për shembull me ndonjë investitor ku ti ke insistu me bë projektin me një arkitekturë gjelbër, arkitekturë qëndrueshme, duke përdorur materiale sa ma miqësore me mjedisin, a ke has në rezistencë me këta investitorë dhe a ke arrit mi bind për me realizu një projekt si qysh ti mendon që është më i mirë, më i qëndrueshëm. Në fakt edhe për investitorin është më i lirë në qoftë se edhe për ata që banojnë, në qoftë se i zbaton kriteret e qëndrueshmërisë. Realisht të bëhemi real në fillim është një kosto pak më e lartë, një përqindje, po në jetëgjatësinë e objektit, kostoja e përgjithshme në ciklin e jetës, objekti është shumë më i lirë sepse konsumon më pak energji, është më i shëndetshëm, njerëzit nuk smuhen etj.
Realisht është shumë e rëndësishme me tentu me I bindë investitorë që nëse ata përdorin materialet e duhura, shtririn e duhur të objektit edhe arkitekturën e gjelbërt e qëndrueshme, realisht edhe për ata është më mirë sepse edhe çmimi për cilin ata kanë fokusin kryesor shpeshherë do të jetë më I lartë, sepse qytetarët janë të interesuar me blerë apartamente, lokale, hapësira të ndryshme në objekte të cilat janë të qëndrueshme edhe objekte kualitative. Në këtë kontekst është një diskutim që duhet I shpjegohet secilit investitor se në qoftë se ai e bën përzgjedhjen e duhur, padyshim se në fund ai edhe do ta ketë një rezultat më të mirë në aspektin e shitjes edhe të cilësisë, po edhe të reputacionit të tij. Cilat janë gabimet më të shpeshta getuar që po ndodhin ose që po bëhen në projektimin e ndërtesave kolektive edhe në ndërtesat banesore në përgjithësi? Cilat janë ato gabimet? E kam fjalën për në fazën e projektimit më tepër. Mendoj që gabimet më të shpeshta janë gabimet funksionale, po fatkeqësisht janë edhe gabimet strukturale. Në aspektin e arkitekturës jemi dëshmitar të projekteve të cilat nuk përshtaten me kontekstin edhe nuk janë funksionale ashtu për qytetarët, mirë po du me dalë të një temë e cila është më shqetësuese, fatkeqësisht shohim objekte të cilat kanë edhe probleme në aspektin e strukturës dhe konstruksionit. Shohim shumë objekte të cilat janë pa traje, ndërtohen shpejt me pllakat holla, me shtylla jo proporcionale, shihen në dimensionimin e tyre që nuk janë proporcionale në raport me lartësinë. Mendoj që kjo temë është shumë e ndjeshme dhe duhet një reagim institucional për të kontrolluar detajisht strukturën, mbikëqyrja institucionale, fazën e projektit. Para se të pajisit projekti me vendimin për leje ndërtimore, mendoj që institucionet duhet ta krijojnë një mekanizëm për analizimin e strukturës objekteve. Përndryshe Kosova mundet me qenë një fatkeqësi ndërkombëtare në një tërmet ndoshta edhe jo të shkallës shumë të madhe. Në këtë kontekst shteti duhet, institucionet kompetente duhet të shërtojnë mundësinë e analizimit të projekteve të strukturës para se ato të pajisjen me leje ndërtimore e pastaj padyshim që gjatë ekzekutimit të punimeve ato të kontrollohen, të mbikëqyren, jo vetëm në aspektin e përdorimit të materialeve armaturës, po edhe të cilësisë betonit e kështu me radhë. Apo thu getuar që nuk kanë boll monitorim mirëfillt faza projektuese e stabilitetit edhe arkitekturës. Gjithë këto projekte edhe kalohen kështu pa ndonjë kontroll shpejt. Pa diskutueshme është që duke pas parasysh këtë fluks kaq të madh të ndërtimit, edhe pajisja me kaq shumë vendime për leje ndërtimore, është e pamundur që ato të analizohen detajisht në aspektin e strukturës, pasi që ne jemi dëshmitar që për me analizu një projekt në aspektin strukturor nuk është aq e lehtë dhe aq edhe thjesht. Në këtë pikë duhet kohë dhe stafi kualifikuar në institucione për ta bërë një gjë të tillë. Nuk mjafton vetëm marrja përgjegjësisë nga një inxhinier I licencuar I cili nënshkruan në projekt. Mendoj që këtu duhet jetë një mbikëqyrje rigoroze e institucioneve, ta krijojë një mekanizëm I cili e mbron këtë në fund qytetarin edhe shtetin nga një fatkeqësi e cila mundet me ndodhë në çdo moment. E qartë. Çka mendon ai na të kriju hapësira të jetueshme, shëndetshme për jetë, për punë, apo po krijojnë metra katror sa më shumë, në kuptimin që këto metra katror ose këto objekte nesër ose në një të ardhme shumë të afërt, por edhe tani, të krijojnë si një problem urban, apo edhe problem mjedisor për qytetet tona. Fatkeqësisht shumë objekte më shumë po projektohen për investitorë se për qytetarët. Në këtë rast, unë e di që edhe investitorët janë ata të cilë duhet të konsultohen, mirë po është shumë e rëndësishme që arkitektet të tentojnë me gjithë dijen e tyre të bindin investitorët që të bëjnë projekte cilësore, projekte funksionale edhe projekte të qëndrueshme në këtë rast. Është detyrë e jonia si arkitekt që ta shqyrtojmë këtë çështje dhe të arrijmë ta bindim investitorin që realizimi I projekteve të qëndrueshme është në fund edhe në interes të atij në aspektin ekonomik. Getuar, ti je I njohur edhe si një arkitekt që mirësh edhe me trashëgiminë kulturore, me objekte të trashëgimisë kulturore. A është më vështirë me bën një projekt të trashëgimisë kulturore, me renovu, me restauru, apo një tri prej fillimit, që një objekt tri? Mos trajtimi I duhur një objekti të trashëgimisë kulturore mund të mja ul vlerën atij ose mja shkatru vlerën të cilën ai objekt e ka. Në të cilën ai objekt e ka për shkak të vjetërsisë dhe I ka qëndruar gjithë asaj kohë dhe nëpërmes një ndërhyrje të
jo profesionale, ne mund të e dëmtojmë objektin. Padyshim që është sfidë në vete, edhe mendoj që është shumë komplekse, fillimisht projektimi në trashëgiminë kulturore, pastaj edhe intervenimi në trashëgiminë kulturore. Sfundmi jemi dëshmitor që Ministria e Kulturës i ka licencuar jo vetëm arkitektet në fushën e trashëgimisë, por edhe personat të cilët ndërhyjnë, këtë rast grupunuesit, drupunuesit, punëtorë të cilët zanatlitë të cilët duhet të ndërhyjnë, sepse kjo punë nuk është punë standard si në një objekt të ri, por është një punë më komplekse, një trajtim specifik për ta ruajtur monumentin, sepse është vlerë të cilën ne duhet jo vetëm që ta ruajmë, por duhet ta promovojmë, sepse Kosova ka mjaft objekte të bukura të vjetra. Fatkeqësisht ato shpesh herë tentohen të shihen me një sy se si ne mund t'i rrenojmë, fatkeqësisht ata nuk janë të vetëdijshëm se vlera e tij në atë gjendje është shumë e lartë se sa ta kemi një objekt. Me një fjalë, ma vështirë është me trajtu një objekt vjetër sa një të ri. Padyshim që po, me renovu një objekt të ri edhe me restauru një objekt të vjetër është një dallim shumë i madh. A ka edhe restaurim gjelbër, green për shembull? Apo shpesh këto qasje bin ndesh njëna me tjetrën? Për shembull, një objekt është i vjetër, po harxhon shumë energji, është i pa izoluar mirë. Nëse izolojna nga jashtë, atëherë është problem ja hup mi pamjen. Nëse izolojna prej mrena, domthon me bën një objekt gjelbër, unë mendoj që këtu është begi sfiduese aplikimi i metodologjive të qëndrueshmërisë ose green objekte trashëgimisë kulturore. Po, realisht restaurimi mund të jetë i gjelbërt, është shumë më ndryshe dhe shumë më ndërlikuar, pasi që është e vështirë të përdoren materialet inovative dhe materialet e reja në objektet e trashëgimisë kulturore, mirë po mënyra e intervenimit duhet të jetë e kujdesshme, për shembull termoizolimi siç e the duhet të jetë i kujdesshëm kryesisht nga ana e brendshme, sepse nuk mund të intervenojmë në fasadën e objektit për ta dëmtuar vlerën historike që ai ka. Mirë po na duhet ta kemi parasysh edhe një detaj se këto objekte janë objekte të cilat edhe duhet t'i shfrytëzojmë, edhe njerëzit duhet të jetojnë në ato objekte. Nuk është ajo ideja që është një objekt i trashëgimisë kulturore, është i ftohtë, i pajetueshëm, por duhet të jetë një objekt i trashëgimisë kulturore i restauruar me standarde, i cili krijon kushte që të jetë i shfrytëzueshëm apo i jetueshëm edhe nga banorët sot, sepse ai vazhdon dhe jeton, nuk është një muze apo një skulpturë, por është një objekt në cilin mund të punojnë apo të jetojnë njerëzit. Pikërisht, mund më ndrru funksioni një objektit, por me u ruajtë tërësia. Në qendra të ndryshme të zonave historike, në përdhes kryesisht lokalet, hapësirat përdoren për lokale afarisë, ndërsa në pjesën e sipërme kryesisht përdoren për banim, apo mund të jetë edhe ndryshe. Por e rëndësishme është që njerëzit jetojnë ato objekte dhe ne duhet të synojmë që ato objekte të restaurohen në mënyrë të durë me përdorimin e materialeve eficiente që ai objekt jetë jetueshëm dhe jo vetëm të jetë një objekt i bukur në aspektin e trashëgimisë. Ndryshe do ta kishim një skulpturë dhe nuk do ta kishim një objekt të jetueshëm. Shumë bukur, është interesant kur një arkitekt në moshë tonë, përveç projekteve moderne, mirët edhe me trashëgimi, me planifikim urban, por është edhe një sektor tjetër që ti je i fokusuar, kemi biseduar edhe më herët, është riciklimi i materialeve, ku kjo temë riciklimi është shumë temë e diskutuar tash në Evropë në përgjithësi, është si një diçka që e patjetërsueshme, materialet mu riciklu, mu rivendos, ose që po quhet circular ekonomi, circular ndërtimi cirkular ose ndërtimi qarkor që po quhet, që qëndron gëtuar ti me këtë aspektin e materialeve të riciklueshme, e di që i ki përdor dikun në për objekte dhe e ki begi pasion këtë farë pune. Realisht riciklimi në Kosovë është një temë e re, e cila është shumë e rëndësishme, sepse shumë materiale përfundojnë në deponi përderisa ato mund të përdoren përsëri. Për shembull, riciklimi i materialeve të ngurta është një prej dukurive e cila mund të realizohet dhe kemi filluar që të investojmë këtë drejtim për të krijuar një mundësi që materialet të kthehen në jetë sërish. Do të thotë ato të mos shkojnë në deponi, por të trajtohen edhe të ripërdoren. Është diçka e jashtëzakonshme për shkak se materialet riciklohen, ripërdoren dhe nuk hidhen në deponi apo në vende shpeshherë ilegale edhe duke dëmtuar ambientin. Fantastike, kjo është temë për një që
na tash si arkitekt në përgjithësi, si kompani ndërtuese duhet edhe me kriju këtë sinergjinë e riciklimit, sinergjinë edhe industrisë. Jam i angazhuar në një projekt ku ka të bëjë kryesisht me këtë simbiozën e industrive. Për shembull, shumë industri prodhojnë produkte, ndërsa ato nën produktet që ju teprojnë, mund më konë dobishme për një industri tjetër. Absolutisht. Edhe ideja e atij projekti është mi lidh industritë, mi pa cila ka nevojë për cilën. Mos mi hudh ato, mos mu bë barë, mi gjujt në beturina, por ato nën produktet mund më shfrytzu të një industri tjetër. Praktikisht, tash veç ka fillu pak, Kosova për një me jena vonë. Po a është barë për bizneset kjo ideja e riciklimit materialeve, qoftë ndërtimore, a rezistojnë bizneset, a pritojnë, a është kostoshtesë, apo është diçka që vlerësohet dhe është benefite për ta? Unë përkundrazi mendoj që ajo nuk është kostoshtesë, ajo është diçka e cila redukton kostën. Nga një material i cili mund të gjurë në deponi, apo në një ambient duke degraduar ambientin, ai material kthehet në një material të vlefshëm, të cilin e përdor biznesi. Cilin material e kishe hiq me pas fuqi tash, me pas pushtet në dorë, me thonë, mos ta shoh kërkun këtë material sepse ka veti të dëmshme për shëndetin, për ambientin. Ne dim që azbesti është material i ndaluar me ligj, edhe nuk kemi drejtë edhe me përdor, kështu që nuk po e them azbestin, sepse gjithë do ta kishin thonë azbestin. Ndoshta do ta kisha thonë stiropullin do ta kisha hequr nga përdorimi, sepse është një material i cili është një derivat i naftës, i cili me kalimin e kohës të kurrët dhe jemi dëshmitar se si e shkatërron fasadën e objektit. E shëmton fasadën e objektit dhe duke u shëmtu fasadat e objekteve shkatërrohet edhe peizazhi i qyteteve. Sfund jemi dëshmitar edhe që ka rënë një fasadë, një objekti në Fushë Kosovë ku edhe i ka lëndu disa persona dhe i ka dëmtu disa makina. Mendoj që si material mund të ketë rol eficient, mirë po nuk është material i dur dhe nuk e rekomandoj që të përdoret pasi që është material edhe i djegshëm, edhe i cili me kalimin e kohës, siç ata shkurret edhe është material i cili e shëmton fasadën edhe mund vi deri në momenti që edhe mund të bie edhe mund të shkaktojë edhe dëm, siç ka ndodhur rasti fund. Po, ka raste, po. Ne patëm një vjetorin e themelimit të Këshillit Ndërtimit Gjelbër, edhe aty ke një event jashtëzakonshëm. Pas shumë musafir, pas shumë prezantime, edhe prezantimet e tua, projekteve tua që i ke realizu, me të vërtetë i kanë lënë përshtypje audiencës, bile më kanë vetë shpesh rreth mundësisë bashkëpunimit me ty, sidomos fazistat, pat edhe investitorë të tjerë. Qysh e vlerësove eventin e një vjetorit të Këshillit Ndërtimit Gjelbër? A takove njerëz që si ki po kohë gjatë edhe atë pëlqejnë përgjithësi kështu organizimi? Pa dyshim që keni bërë një organizim shumë të mirë. Është një mundësi e mirë për me kriju një rrjet, një network njerëzve me fokus në profesionalizmin në arkitekturë dhe inxhinieri. Siç kanë prezentuar edhe personalitetet e tjera, të cilët do të thotë na bëjnë neve që të mësojmë nga njëri tjetri. Pse jo edhe të shkëmbejmë përvoja, ndoshta edhe të bashkëpunojmë, kështu që iniciativa siç e keni kriju ju janë shumë të mirë se ardhura dhe janë në mungesë sot në vendin tonë, sepse ne kemi nevojë që të komunikojmë, të shqyrtojmë se si ne mund të bashkëpunojmë apo se si ne mund të marrim shembujt e mirë nga njëri tjetri, pse jo. Faleminderit për komentet pozitive. Ka pas komente aty, kemi pas edhe panele diskutimi, kemi pas prej organizatave të ndryshme, bankave të ndryshme, është fol për qëndrueshmërinë, taksonominë, për arkitekturën e Gjelbër në përgjithësi. Patëm edhe dekanën e Fakultetit të Arkitekturës, patëm edhe një kompani nga Polonia, e cila është antare e Këshillit Ndërtimit Gjelbër. Dhe si e sheh Këshillin e Ndërtimit Gjelbër në një të ardhmen të afërt. Domthonë na vetëm për një vjet kemi arrit me bën një numër të madh të antarëve, kemi organizuar trajnime të ndryshme, tash kemi plane edhe të tjera në të ardhmen. Si e shef domthonë bashkëpunimin edhe rritjen e Këshillit Ndërtimit Gjelbër në një të ardhmen të afërt? Për një vjet ju keni bërë punë shumë dhe jeni konsolidu jashtëzakonisht shumë. Unë shoh që në një periudhë shumë shkurt ju çdo herë më mirë keni më arrit me promovu domethënë arkitekturën e qëndrueshme, Gjelbërt, me promovu projekte të qëndrueshme. Dhe kjo është që një nevojë jo vetëm për
ne, po edhe për gjithë qytetet dhe shtetin tonë, sepse ndikon drejt për drejt në mjedisin që ne jetojmë. Se na si Këshilli i Ndërtimit të Gjelbër, si partner ekskluziv i DGMB-s gjermane, ne kemi një armë shumë fort afër veti, një suport, një mbështetje shumë fuqishme, sepse ata po na i sjellin përvojat më të mira ndërkombëtare, se si duhet me u trajtu një objekt, si duhet me u trajtu mjedisi, ambienti i Gjelbër. Por njëkohësisht po na ndihmojnë edhe, që them më parë, këtë rrjedhëzimin. Na kanë ftuar shpesh edhe në konferenca ndërkombëtare ku na kemi marrë pjesë, edhe në këtë vit do të marrim pjesë. Kështu që është kënaqësi kur kemi partner si ju, Getuar, dhe është një vlerë e shtuar për KGBC-n. Por a menon që na si Këshill i Ndërtimit të Gjelbër, si KGBC të jemi edhe të fillojmë tash të marrim pjesë edhe në projekte, të aplikojmë në grande të ndryshme për mi rrit ma tepër kapacitetit edhe me dhon kontributin qoftë edhe në ato ligjet që i përmenden, ato bashllëqet e aspektit ligjor, sidomos të planeve zhvillimore komunale, hartave zonale, ligjin për performancën e energjisë në ndërtesa e tjera, me ekspertë si te e shumë tjerë që janë antarë, besoj që mujna me bo punë të mirë, Getuar. Po në qoftë se nuk morrin pjesë këto grupe në forumet kur bëhen diskutimet publike, atëherë kush do të flet për këtë temë? Pa diskutim që organizime të tilla dhe pjesëmarrja në momente të rëndësishme të hartimit të dokumenteve strategjike, qofshin ato të planifikimit, qofshin ato të energjisë, ndikojnë jashtëzakonisht shumë në përmirësimin e këtyre dokumenteve. Kështu që tani më jeni konsoliduar si organizatë dhe mendoj që në vazhdim do të rritet roli juaj në këtë fushë, i cili është i domosdoshëm. Roli ynë, fushliv se do të je pjesë Faleminderit e familjes Këshilli i Ndërtimit Gjelbër. Për fond, a kishe me shtu diçka, Getuar, në përgjithësi, qoftë për profesionin tanë si arkitekt, urbanist, apo në përgjithësi për sektorin e ndërtimit në Kosovë, diçka që ty për i me të mundon, ose diçka që ti kishe me dhonë një mesazh kësaj pikture të sektorit të ndërtimit dhe të arkitekturës. Mesazhi im është që ne si arkitekt të mundohemi ta bëjmë maksimumin që të inkorporojmë metodat e arkitekturës qëndrueshme, arkitekturës Gjelbërt, të respektojmë kriteret, të projektojmë projekte për njerëzit, jo për metra katror dhe jo vetëm për investitorët. Edhe DGMB-ja thotë me qendër të projektit të jetë njeriu, të projektojmë për njerëz. Dhe të synojmë të bëjmë projekte funksionale, eficiente, të cilat nuk do t'i mbesin borxh natyrës dhe nuk do t'jenë barr për natyrën, por të cilat do t'jetojnë dhe do të gërshëtohen mirë me mjedisin, pasi që ne do t'i lëmë gjurmë të cilat ndoshta një ditë edhe nuk do t'jetojmë, po projektet tona do të mbesin aty, kështu që duhet të jemi të vetëdijshëm për çdo vit të cilën ne e bëjmë, të jemi të përgjithshëm për veprimet të cilat i bëjmë ne sot dhe nesër padyshim që do të ketë efekt në bazë të projekteve që ne do t'i trajtojmë dhe do t'i zhvillojmë. Patjetër, Getuar, për mua ishte shumë kënaqësi me të po sot. Faleminderit. Kendo eksperienca shumë të mira, tu fillu prej projekteve të ndryshme, qoftë banesore, spitalore, eksperiencën tonë. Mandej kemi kalu të trashëgimia, të cirkulariti ose të riciklimi, edhe shumë tema tjera që i kemi trajtu. Faleminderit shumë që ke gjithë ku. Faleminderit juve pjesë e këtij podcasti. Është kënaqësi. Çdo herë është kënaqësi me juve me që edhe për neve diskutu temat. Shumë e kënaqësi të dashur shikues ose dëgjues. Faleminderit që na keni përcjell. Shpresoj që sadopak nga kjo bisede jona keni përfituar informacione të vlefshme, qoftë për arkitekt ose ndërtues ose njerëz të cilët e duan këtë sektor. Shpresoj që t'ju pëlqej ky podcast, bane subscribe, shpërndani me të tjerë dhe shihemi në podcastin tjetër. Faleminderit shumë.